إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. E falenderojmë Allahun e lartësuar, e lavdërojmë dhe e madhërojmë atë, e njëkohësisht e lutim që të na ruaj dhe të na mbrojë nga veset dhe gabimet tona. Atë që Allahu e udhëzoi në rrugën e drejtë, askush nuk mund ta humbë prej saj përveç tij. Dhe atë që Allahu e humbi nga rruga e drejtë, askush nuk ka mundësi ta udhëzojë në të përveç tij. Dëshmoj se nuk ka të adhuruar me të drejtë e me merit përveç Allahut, i cili është Zoti i vetëm, nuk ka të barabartë dhe as të ngjashëm me të. Ai nuk ka birë dhe as bashortë, nuk ka nevojë për ndihmëtar dhe as për ortak. Gjithashtu dëshmoj se Muhamedi alayhi salatu wassalam është rob i Allahut. Pra njeri si të tërë njerëzit e tjerë, nuk ishte mbi njerëzor dhe as nuk kishte cilësi që i përkasin vetëm krijuesit të tij. Por Allahu i lartësuar e përzgjodhi atë ndër të tjerët, duke i caktuar dhe urdhëruar misionin e përcjelljes së mesazheve, lajmeve nga Zoti për mbar njerëzimin. Dhe ne lutim Allahun e lartësuar që salavatet dhe selamet e tij, lavdërimet, faljet, mirësitë e tij të jenë për profetin ton Muhammed, familjen dhe sahabët, shokët e profetit, por edhe për të gjithë besimtarët e tjerë musliman deri në fund e në vijim. Mirësitë e Allahut të lartësuar ndaj nesh janë shumë, e një nga këto mirësi të mëdha, të nevojshme për besimtarin, është edhe vëllazëria në Islam, një cilësi dhe veçori me të cilën Allahu na përmendi në formë lavdërimi në librin e tij, innamal mu'minuna ikhwa, vërtet besimtarët janë vëllezër. E për të qenë kjo vëllazëri në atë mënyrë që Allahu e do edhe shpërblen, patjetër që muslimani duhet t'i ruhet dhe t'i largohet atyre veprimeve, atyre gjërave që e cënojnë dhe e krisin dhe shkatërrojnë vëllazërinë midis besimtarve. Dhe në mënyrën më të bukur profeti alayhi salatu wassalam e përshkroi dhe dha një shembull duke thënë: "Mathalul mu'minina fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim kamathalil jasadil wahid idha ishtaka minhu 'adun tada'a lahu sa'irul jasadi bis-sahri wal humma." Shembulli besimtarve midis tyre në dashurinë, mëshirën, bashkimin, përafrimin, është si shembulli i një trupi të vetëm. Nëse njëra pjesë e tij lëngon, atëherë lëngon i tërë trupi me dhimbje dhe plagë nga kjo sëmundje. Pra në këtë hadith profeti alayhi salatu wassalam tregoi se
halli dhe vuajtja një besimtari duhet të jetë hall për të gjithë derisa ta zgjidhin atë. Kjo është vëllazëria e vërtetë dhe mënyra se si duhet të jetë. Por në anën tjetër ka disa të cilët e kanë shndërruar vëllazërinë në një mjet shfrytëzimi, përfitimi personal, duke cënuar hakun e vëllait të tyre. Disa nuk e kujtojnë vëllain e tyre vetëse kur kanë nevojë dhe nuk e njohin atë vetëse në kohën e interesit personal. Ndërkohë që vëllazëria nuk është portë për të ngrënë pasurinë e njerëzve padrejtësisht, nuk është urë për të arritur interesat e dynjas, nuk është mbulesë për neglizhencën, mashtrimin apo manipulimin. Sa njerëz kanë marrë borxh në emër të vëllazërisë e më pas kanë zvarritur pas një arsye shlyerjen e tij. Sa njerëz kanë kërkuar ndihmë dhe shërbime e më pas e kanë shpërblyer mirësinë e vëllezërve të tyre me ftohtësi dhe mos mirënjohje. Sa veta kanë shfrytëzuar mirësinë, durimin dhe heshtjen e vëllezërve të tyre derisa i kanë rënduar me kërkesa njëra pas tjetrës. E Allahu i lartësuar në Kur'an na tërheq vërejtjen duke thënë: Ja eyyuhalladhina amanu la takhunu Allaha war rasula wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun. O besimtar, mos e tradhtoni Allahun dhe të dërguarin, mos i tradhtoni amanetet tuaja ndërkohë që ju e dini. E gjithashtu i dërguari i tij alayhi salatu wassalam në hadithin e njohur thot: Ayatul munafiq thalath. Shenjat dhe cilësitë e munafikut janë 3. Pra ndër cilësitë e tyre janë dhe këto 3. Idha hadatha kadhaba wa idha wa'ada akhlafa wa idha tumina khan. Kur ai flet gënjen, kur premton e shkel premtimin, edhe kur i besohet diçka ai e tradhton mirëbesimin. Nuk është prej vëllazërisë që ta vendosësh vëllain tënd në siklet me kërkesa të vazhdueshme për çdo gjë të madhe e të vogël, ndërkohë që je i aftë vetë ti përmbushësh ato. Nuk është prej vëllazërisë që të shfrytëzosh turpin dhe heshtjen e tij. Disa, kur e kuptojnë se vëllai i tyre ka zemër të mirë, e bëjnë atë objekt shfrytëzimi. Njëherë i kërkojnë para, njëherë i kërkojnë shërbime, njëherë heqë dorën nga e drejta e tij. E nëse ai kërkon ndjes apo refuzon nga pamundësia e tij apo një arsye tjetër të pranuar, e akuzojnë se ka ndryshuar ose nuk ka më vëllazëri midis tyre. Ky paragjykim dhe ky qëndrim është padrejtësi dhe Allahu nuk i do të padrejtët. Prandaj vëllazëria e vërtet ngrihet mbi respektin, sinqeritetin, ruajtjen e të drejtave, mirënjohjen, besnikërinë, lutjen dhe këshillën, e jo mbi shfrytëzimin dhe egoizmin. Kryetari i besimtarve Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu ka thënë: Mos e bëj dashurinë tënde të pric dhe as urrejtjen tënde shkatëruese. Dhe do të gjejmë shembuj të shumtë në historitë e brezave më të mirë të parëve tanë,
të cilët edhe kur kishin nevojë për diçka, kishin turp edhe siklet t'i kërkonin ndihmë vëllait të tyre se mos e vinin atë në siklet dhe vështirësi. Pra mendonin edhe për të, edhe pse vetë ishin nevojtarë. Kur muslimanët e Mekës emigruan si shenjë bindje ndaj Allahut dhe urdhërit të dërguarit e tij nga Mekka në Medinë, ndërta ishte edhe sahabi i njohur Abdurrahman ibn Auf, i cili ishte i pasur në Mekë, por kur emigroi e la tërë pasurinë e tij dhe çfarë kishte në Mekë për hir të Allahut, hoqi dorë nga gjithçka dhe emigroi duke pasuar të dërguarin alayhi salatu wassalam në Medinë. Edhe kur muslimanët muhaxhirët e Mekës shkuan në Medinë, profeti alayhi salatu wassalam vëllazëroi midis tyre, pra një nga Mekka me një të Medinës e kështu me radhë. Dhe i bëri vëllezër me të drejta të plota fillimisht Abdurrahman bin Auf me Sa'd bin Rabi' nga Medina, nga ansarët e Medinës, i cili ishte ndërkohë ndër njerëzit e pasur në Medinë. Dhe i ofroi vëllait të tij të ri, Abdurrahmanit, gjysmën e pasurisë. Dhe bëhet fjalë për pasurinë e një njeriu të pasur. Por Abdurrahman bin Auf refuzoi. Jo për ndonjë pakënaqësi atë mbetje midis tyre, jo. Dhe tha, më trego ku është tregu dhe shkoi atje, bëri tregti dhe Allahu e begatoi. Pra edhe pse ishte nevojtar, i abanxhi në një vend të huaj për të, pa të njohur, pa njerëz që ta mbështesin, pa njerëz që ta përkrahnin, dhe kishte jetuar në mirëqenie më parë, se ishte me pasurinë në Mekë, dhe një njeri i tillë do ta larkmonte pasurinë që i ofrohej, që ju ofrua, prapë nuk pranoi. Shihni se sa e pastër, sa e plot ishte vëllazëria midis tyre. Pra edhe kur kishte nevojë, prap nuk e shfrytëzoi në thonjza të vëllazëri dhe të dhurat që i bëri sahabi tjetër i nderuar. Por, duke i njohur aftësitë e tij, se mund ta me lejen e Allahut mund t'i përmbush dhe t'i plotësoj vetë nevojat e tij, nuk pranoi t'i minte në qafë vëllait të tij, por i përmbushi vetë ato. Ka njerëz, prandaj besimtari duhet ta ketë frikë vëllain, duhet ta ketë frikë Allahun dhe ta ruaj vëllazërinë. Sepse kur zemra mbushet me interesa personale, vëllazëria prishet. Por kur ngrihet dhe bazohet apo ndërtohet mbi devotshmëri, sinqeritet dhe moral, ajo vazhdon dhe forcohet. Dhe prej shkaqeve më të mëdha të ruajtjes së vëllazërisë është respektimi i ndjenjave të tjerëve. Të tjerëve. Pra nuk mund t'i kërkosh vëllait tënd, për shembull, është biznesmen, ka një biznes të madh apo të vogël, dhe shet. Edhe ti t'i kërkosh atij ulje, çmimi, pazari, ndërkohë që ka dhënë një pazar të përshtatshëm, që edhe ti mund ta mbulosh, ti kërkosh duke shfrytzuar ndjenjen e vëllazërisë, sepse ai me atë punë mban veten dhe familjen e tij. Edhe si puna jote ati mund t'i shkrojnë disa në ditë, në javë apo në muaj. Ndërkohë që ne të gjithë e dimë se sa është vështirësuar jeta ekonomike ndër të vend. Prandaj kur është diçka që ti mund ta përballosh, atëherë mos e kërko të favor. Mos e vërë në vështirësi atë. Mos e prek atë në ndjenja. Sepse profeti alayhi salatu wasallam ka thënë, nuk lejohet ta marrësh pasurinë e vëllait musliman
vetëse me kënaqësi dhe leje prej tij. Pra ai mund të ta ulë ty pazarin që dëshiron, por brenda tij është i mërzitur. Brenda tij është i mërzitur. Dhe profeti alayhi salatu wassalam ka thënë: "El muslim akhul muslim, la yadhlimuhu wa la yakhdhuluhu wa la yahqiruhu." Muslimani është vëlla i muslimanit dhe tregoj disa cilësi apo disa gjëra që nuk i përkasin vëllazërisë. Dhe tha, nuk i bën pa drejtësi atij, nuk e lë në baltë, nuk e braktis atë dhe as nuk e nënçmon atë. Prandaj vëllazëria vërtet nuk është thjesht fjalë që thuhen, pra nuk duhet ta ndjejmë të tillë, por moral, amanet dhe besnikëri. E prej bukurive të kësaj feje, moraleve që ajo përmban, është që mëson njeriu të jetë i lehtë për njerëzit e tjerë, me pak kërkesa dhe pak barë për të tjerët. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum wa li sa'iril mu'minina min kulli dhanb fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Gjemati nderuar, prej mirësive të Allahut ndaj nesh është edhe veshja. Dhe në fjalën e Allahut dhe fjalën e të dërguarit do të gjejmë norma se si duhet të vishet muslimani dhe ta konsiderojë të gjë si një mirësi nga Allahu për të dhe të shprehë mirënjohjen ndaj tij. Në këto ditë apo në të stinë të nxehtë, normalisht që njerëzit veshin rroba më të lehta, më të shkurtra se në periudhën tjetër të vitit. Por këto rroba dhe kjo shkurtësi e rrobave ka ditën e saj, ka kodin e saj, ka normat e saj në Islam. Së pari nga problemet që vërehen është zgjedhja e bluzeve, flasim për meshkuj të atilla, që janë të shkurtra shumë. Deri në atë pikë sa që nëse ulesh apo je në namaz, në ruku, në sejdë apo në një pozicion tjetër, të zbulohet nga pjesa e poshtme e kurrizit. Të zbulohet pjesa e poshtme e kurrizit, gjë që çon në prishjen e namazit. Por kështu edhe veshja pantallonave të shkurtra. Ne dim që në Islam nuk lejohet zbulimi për meshkujt, zbulimi i kofshëve. Zbulimi i kofshëve nuk lejohet. Prandaj për te vapës ne duhet të dim edhe se si duhet të vishemi në përputhje me rregullat e fesë tonë. Në mënyrë që jo vetëm kur të falemi dhe namazi jonë të jetë i saktë dhe i pranuar nga Allahu, por edhe në jetën e përditshme, kur dalim, qëndrojmë me njerëzit e tjerë dhe detyrimisht që do të ulesh, do të ngrihesh, do të bësh një veprim. Nëse pantallonat i ke të shkurtra në atë pikë sa zbulojnë kofshët, duhet t'i ndërrosh. Nuk mund të justifikohesh me vapën, sepse edhe më të shkurtra ti marrësh, më të shkurtra ti marrësh, prap vap do të kesh kur është nxehtë. Prap vap do të kesh kur është nxehtë. Dhe jepi përparësi asaj që Allahu do dhe kërkon nga ne. Kur e bën adhurimin, dije se ky adhurim ka rregullat e tij. Veshja ka një rëndësi në librat e fukahave, dietarëve të jurisprudencës islame, sidomos gjatë namazit. Prandaj mundohu që të përzgjedhësh rrobën e duhur, si në rastin e bluzeve, si në rastin e pantallonave, të mos jenë të shkurtra në atë pikë, në atë masë, sa zbulojnë nga trupi pjesë që nuk lejohet zbulimi tyre, jo vetëm në namaz, por edhe jashtë namazit.
Dhe nuk është qëllimi tu të ndalohet ajo që është e lejuar, ajo që është e mirë dhe Allahu e lejoi për robërit e tij, por të përmendet kodi i veshjes në Islam. E lutim Allahun e madhëruar t'i pranoj veprat tona të mira, t'i fali gabimet tona, na japi neve mirësi në këtë botë, në botën tjetër, e të na ruaj nga dënimi i zjarrit. E lutim krijuesin ton që të na lehtësoj llogarinë në ditën e vështirë të gjykimit, t'i mbuloj të metat dhe gjunahet tona e të na i fal ato, ta rëndoj peshoren e veprave tona të mira. Na bëj neve për atyre të cilët do të jenë në hijen e arshit të tij, fronit të tij, ditë kur nuk ka hije përveç hijes së arshit të tij. E lutim Allahun e madhëruar të na bëjë nga banorët e xhenetit, na ruaj nga zjarri i xhehenemit, t'i fali dhe t'i mëshiroj të gjithë muslimanët, të gjallët dhe të vdekurit për tyre, t'i furnizoj të varfrit tanë, t'i shëroj të sëmurët tanë, t'i ndihmoj hallexhinjtë dhe të shtypurit prej nesh. E lutim Allahun e madhëruar që ta përmirësoj fen, apo ta përmirësoj më saktë besimin e muslimanëve, t'i kthejë ata në fenë e tyre, ta përmirësoj situatën në vendet e tyre, t'i ruaj ata nga sherrri i armiqve të jashtëm dhe të brendshëm midis tyre. E lutim Allahun e madhëruar për ne në këtë vend që t'ia japi pushtetin njerëzve që e kanë frikë atë, që e duan dhe mëshirojnë popullin e tyre. E lutim Allahun e madhëruar që ta shkatërroj pushtetin e zullumqarëve, ateistëve, imoralëve, arrogantëve, gënjeshtarëve, tradhtarëve, ta shfaros pasurinë e tyre, ta thërmoj pushtetin e tyre. Allahumma salli ala Muhammedin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وأقيموا الصلاة